Çfarë e djele sot në ftohtë nxehtë, kuptohet të çdo herë bëhet edhe më nxehtë fal mysafirëve tanë, sot i po dal për modestisë. Zakonisht në atë më të mira, edhe atmosfera më e mirë bëhet kur i shohim dy emra bashk. Këta e bëjnë edhe veç, po kur t'jem bashk, e bëjnë shumë ma nxehtë. Kështu që unë kam kënaqësinë që njonin ma e kam vendas, në tjetërin, veç e kena të përbashkë qajnë e pina njëjtë, si Milan, si Vushtre. Kështu që me nezot në studio, kuptohet që nga fillimi e emisionit e kemi Fatonin dhe Vedatin, e tash mezi po pres me anis intervjisës që shini. Falinderit. A u lëth? Jo, mërë që fartë lodhë me falinderit mas pari për ftesën. Knatësi. Knatësi me konë në emisionin tënë, bashkë me maestro Vedat Maxhunin. Fatën, qysh jetë, qysh po të shkojmë punë, të planet, me qenë se super të angazhum, po të shkojmë gjitha ndej, në mrami jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë rrujeve tona. Përgjithësi mirë, Granit, normalisht angazhimet nuk po ndalen asë njëherë, por falë edhe bashkëpunimeve, bashkëpunëtorët e mi që po mbajnë, se vetë nuk buhen punë, me Vedatin normalisht jënë bod shumë vite me radhë që bashkëpunojmë, sidomos në nejat që mbanë për nightlife-in e Prishtinës pa dhe vendeve tjera. Kështu që në përgjithësi mirë, tash edhe pak vesim të hi gradualisht në sezonin me dasë më ma shumë të angazhum. Jemi të përgatitë me projekte treja para sezonit veror, edhe me grupin Atalanta, me djemët. Kështu që mirë, përgjithësi është. A ma letë me punu veç me Vedatin, a me komplet grupin Atalanta? A diqysh, me grupin Atalanta e kemi të ndamë, më me thonë, raportin e punës, sidomos kur në fillim kër e kemi bo marveshën, se ne jemi 6 antarë, realisht, edhe e kemi nda punët, zakonisht në përndeja, më me thonë, sidomos dasmat, edhe eventet që në pak më të maja jemi bashkë, por opcioni është tjetër edhe me Vedati, kështu që janë shumë vite me radhe, ka të vetën edhe, kështu që s'mujmi nda, por me Vedatin është kohë e gjatë shumë, do me thonë, edhe 2 vetë është pak më ndryshë me ma letë mirë. Vedat, sa është vështirë me punu me këngëtar, të pas parasysh që jo rasisht gjithë e themi që je maestro i pjesës tënë dhe kështu, sa është vështirë me punu me artista 2026, për thëmë, ose viteve të fundit? Me thonë drejtën, mas një karierë dhe një përvojë ko gjatë, dikur shumica e gjanave që kanë qenë vështirat, kalojnë në rutim, po thujse, po gjaja kryesore është që kur është raporti shumë i shëndetshëm, me këndo qoftë, në këtë rast me Fatonin, është, do me thonë, knatësi, absolutisht nuk e një barën e punës, nisna me shumë qef, bile një ditë i thash, s'mu prit ke mu nis, me shku me bo muzikë, me tregu drejtë, se na jemi shok mas pari, njëm shumë o te, Fatonin e kam që me thonë, mëj me thonë, twin soul, partner in crime, në punën që e bojmë, edhe nuk është e vështirë, absolutisht. Po, sa ka instrumentistat mirë në Kosovë? Instrumentistat mirë në Kosovë, sot ka shumë ma shumë, se që ka pas për para, se shumica e thonë të kundërtën, po e ka gabim, sepse teknologjia ka mundësu me ndru stili të bomit muzikë, mënyra të bomit muzikë, ka ndru nështë edhe perceptimin ndaj qa quajmë teknikë, edhe muzikë të mirë, po instrumentistat mirë ka shumë. A ma shumë, jo ma shumë, ma të mirë jenë këngëtar të instrumentistat? Të dy palë... Më në me thonë, ma shumë ka instrumentistat mirë se këngëtar. Se e Fatonja, për shumë. Jo, sërështë, se ka shumë prodhem. Të pas parasysh falve, arsimtar? Bile, për me kontekstualizu këta që apë thotë Fatoni. Këngëtarët ma të mirë dalin ata që ju në konë instrumentista. Ok. E kuptoj. Të pas parasysh qytetet tjera dhe shkollat fillore të muzikës të mesmet kanë prodhu shumë instrumentistë të talent ako gjatë. Edhe për ato për thomë që... Edhe shkolla Gjilani ka qenë shumë e furt, shkolla mesme Gjilani. Edhe ka ma shumë instrumentistë, realisht se këngëtarë kështu, jo më porek
A janë më të mira, ma po janë më shumë instrumentista që ka. Fatën ti, fillimisht ke nisë, si që tha dhe vedati, me instrument. Pastaj ke kalu të muzika, do më thonë një farë hap pas hapi, po e thejmë. Gradualisht. Kur e ke kuptu që muzika është pjesë e jetës tonë? Muzika kemë fillu shumë herët. Shkolla fillore ka qenë. Normalisht, gjithmonë nga mbështetja familjare, edhe si udhërëfys i parë që ka qenë, njeri i parë që më ka mbështetë dhe më ka dhonë, edhe ma ka pru instrumentin e parë është vllai jem, General Doktor Seferi Sufi, kështu që gjithmonë jam falemnderues dhe mirënjohës ndaj tij. Edhe pastaj ku vazhdu, në atë kohë nuk kemi mujt me u regjistru në shkollë të ulët, mbas është një rregull deri në klasë 4 të shkollës fillore, kam mbajt orë private, derisa është ardhur koha me u regjistru në shkollë të mesme të muzikës dhe tutje deri në fakultet. Vedata, ka pas një moment ku gjatë karierës i kera pishmën që e ke nisë më marrë me këtë punë? Jo, asnjëherë, absolutisht. E tha dhe Fatoni, në muzikës gjeneratat tona, se u bënëm na me thoni, besoj që shumica, që kjo një dalim, që shumica kemi fillu pak ma sinqerisht me muzikë. Do me thonë, na muzikën e kemi fillu si pasion, si dashni. As na ka orën me parja, as karriera, ajo ka orë ma vonë, po të bazun që të premis, që na muzikës ja kemi njës me shumë pasion edhe dashni, as njerë s'kom pas asë moment, as sot s'kom. A ka pas një moment kur njësh i lodhën, i shgënjim, gjithsesi, si në çdo profesion, po për me thonë, pse ja njësa, ose e kisha lonë ose kështu, as njerë jo. Po, për shembull, kur filloni me, se jashta këngëve që i këndoni në mramje dasma atë shumëta, Fatoni ke realizua dhe këngë tua? Une, kër këm fillu startin, ta manë kështu, me u marrë shumë ma seriosisht si solo këngëtar, e kom lansu albumin e parë me 10 këngë, të më donë që kanë qenë këngët mija. Dhe bas albumit, gjdo vetë e pa mundur ka qenë pa pas minimumi 2-3 këngë, gjdo vetë që i kom sjell treja, jo është ta kovera, për shembull që një ko, së mos ko pandemie, kemi pas mundësi me realizu në basë videoklipe, jo, vuj këngëtarët, vuj nashve. Më për ndryshë, jo. Gjdo vetë e pa mundur është pa pas, po normalisht dhe na i bashkëpunim, po gjithmonë këngë treja ka pas, gjdo vetë, një në ashta 2-3, po një e pa mundur ka qenë me qenë papa eri. Vedat, a ka artistat të mbi vlerësuar në venin tonë? Varet për qëfar kanë vështrimi e shë. Une jam prej aty në personat që kam qef me pa gotën gjysht mësht, jo gjysht zbrast. Se cili aty ku është, qoftë ka aspekti marketingut, qoftë ka aspekti pagesës, nuk ka rasisht, diçka ka bo, ka mrapa diçka aty. Tash njerës komentojnë gjithçysh, po në i vlerësoj njerës që i kanë guxim, me bo diçka, me marrë vendime, me marrë një hap, qa të qoftaj. Dikush orientohet në performans, dikush orientohet në dukje, në marketing, dikush orientohet veç në fuqinë e zonit, po se cila për këtyne është, unë e besoj është merit, sot për që ta thuhet show business, nuk është veç kënim. Këtë kjo pjesë edhe muzikës e këngëve, këtë pyetje për a bëj dyve, ma shumë dëshme pas fat a talent? Punë. As fat, as talent. Punë. Së talentin, normalisht, po talentin du të me i pri. Po. Po të nështë zakonisht, kom raste që Granit, për 20 diçka vite me radhë, është kogja punë e madhe, për deri sa arrin me një farë pike, se jo që ki kapë qëtojnë atë stafetën, por mendojnë që se ka zonën, ose i din një 10-15 kongë, dhe du të pa tjetër me qenë pjesë e skenës, nuk e din që du të me kalu shumë na për kogja sfida dhe kogja... Edhe me prodhu, realisht të e pyta, ki prodhu diçka tondën që ki, jo, po qysh mja bu, du të me më përkra, po më të përkraj, po qysh me të përkra, se nuk po di, qysh me të adhonë, nuk më është mja spigu që është kogja ku e gjatë, edhe alo vazhdo me qenë, që nuk është që tash ti jenë skenë, edhe mund është me ustep, ose ka na i vetë që mund të mund shumë me i fështirë, edhe të së një le fajnë ashtë as vete, se nuk e din shka ndodhe edhe me tregun edhe
edhe që apo kërkohet. Një koment shpejt, e kanë thonë plot, talenti është përqindje e vogël e suksesit, po definitivisht puna, disiplina, edhe një sen që është shumë i rëndësishëm, energjia të cilën e shfaq të audienca edhe të komuniteti. E që tash pa lidhe në shtas sështë mi thonë nërsi, po Fatoni që e ka jashtëzakonisht lindun edhe e ka genuin. Mjallë që esim. E vërtet është. Edhe besoj që edhe kjo është pjesë e rëndësishme. Shumë e vërtet. Po du me bo një krasim, me qenë se ju keni vite që jeni në fush muzikës edhe interpretoni pëthuaj se gjdo natë. Apo më ndoni që kjo generata e re, edhe instrumentistave dhe këngëtarve, pak e kanë shpirtin fëtë? Pak ndoshta ose nuk janë shumë korrekt me sjellje, ose ndoshta po mendojnë që unë nuk rretëm na dhe nuk ka. Po e bëjnë një krahasim kështu. Unë mundohem me dhonë, ju pse jemi nashta dallim mosha, po përvojën e kemi shumë ma të madhe, kështu që unë mundohem me sugjeru spaku për disa ma ere që tha vedati disiplinën dhe me qenë korekt, sidomos për aj që të pranon në qëfar do neje, me qenë korekt në orar, me respektu aj që ka pranu me qenë pjesë e familjes tina, apo e biznesit tina, apo lokalit tina, ndërsa se përket performansës, normalisht, së cili ka të stilin e vetë, por këtë djallëzin, nuk e di prej kujt ndoshta e kanë po kjo nuk është e mirë dhe nuk është afat gjate, që po do t'i shpirtin fët. Kështu që nuk e fsha... Qa të kesh të dollë, Aden? Nuk e fsha dëshiru, por nuk kom hasë shumë se nuk... Për në me nuk merëm, seriozisht të edhe vedati Aden, se cili ka mënyrën e punës vetë, në respekt për se cilin që na bjen me pas, po nuk mëj me dhonë veç tash, jo kësha sugjeru disiplinën dhe me qenë korekt se përket... Jo veç muzikë, në përgjithsi, këtë fushat e jetës, generatat e reja janë generata zë. Ma të ngutshëm, ma shpejt dojnë marrë të suksesi, janë dorën zamër, janë ma të ngusht e kanë domenin e të menumit, janë të fokusun veç një veprim, pritojnë me marrë obligime, jashta një veprimit të ngusht. Po tu pak me ju këthy të kanga e parë. Mani men, fatën cilën kongë e këndu për herë të parë në mikrofon, edhe cilën kongë për herë të parë e ke lujt që e ke për cilë. Për me këndu live nuk me ditë, po për projektin e parë që si solo këngëtar që këmë realizu, ka qenë në vitin 2008, me kolegën dhe mbesën time, këngëtarën Adelina Pireva, në që se ke njoftë, ka qenë këngëtarën e jashtëzakonshme dhe Aljo vazhdon me këndu, por normalisht tash ku të shkut është prej venet, a jeton në Zvicër, dhe me nickname-in e ka pas Dashin, repistin shumë të njoftë në Gjiljanas, kështu që ka qenë një kongë shumë e mirë dhe shumë e mirë pritë. Dhe më thonë edhe me videoklip, dhe më thonë 2008 ka qenë hapi parë, kështu të mënë për me. A e marë mërë që ta është bonë në... Të brini vjetër, shuët titulli kongës. Okej, se më bonë pak kurashtar. Okej. Më këtheve pak në ato kohat e maturës e në kongë kështu. Që më kujtu tash një. Lemrat, ashtu një tjetër. Okej, me të natë cilja ka qenë konga e parë kështu, ose performanca e parë? Une, si fëmi, shumë i vogël, 50 vjeç, mas pare jëm njoftu me instrumentet me tela, se di pse babi i ka raka pak mandolinës, manej edhe në që të ofërti, po për herë të parë me kalu një instrument me tastier, kom kalu moshën 10 vjeç, harmonikës, konga e parë, e kom crystal clear si sëd, kër e përcolla Ylberin. Edhe kër i gjejsha basat kënej akordin. O, zët, dësha me dek. është e pa përshkrushme, dhe isha qysh mërë është e mundë. Edhe kongë më të mirë. Edhe më besoj që qaj pasioni, që e dëshira e madhe, që ajo ndjenja me përjetu që ashtu, është një farë rrugë që të qëndre suksesin. Sa është ashtë me sakrifiku për me mëri? Edhe qka është ashtë në ashtë? Thash ma herët që... Se në gjithë më flasim për këtë këto të mirat të kështu, po është edhe një farë pjesët që e lojmë as vete, e shkojmë zhag e... Thash më këthy mbrapa është
Kogja është mundi dhe sakrificë për më ardhë deri këtu për shembull. Unë e di prej vetës, mbas luftës, kemi qenë të djegun e zero krejt, dhe për me marrë, me pas instrument në atë kohë ka qenë kogja sfidë. E po, në të rëthona, po dhe shtë një rast për ta të regaj. Normalisht kushtet që tash nga zero. Dhe me nëzis e sigurova një instrument, klarinetin, pas luftës. Që ajo u djegën ato krejt. Dhe nuk e kisha koferin. Që është. Ku veç shtu e pa ta, zdi ku marru prej këtë e kum bledi që më një shmim kogja konë për toke, edhe e kum improvizu, e kum marrë një kutit këpucave. E kum marrë një sungjerat që janë të... Se u dosh mja, se klarineta ndohen të 5 pjetë. Po, ja, dhe janë ndishë. Edhe e kum bo, do me thonë, një kut gjatë, normalisht fëqadhin qanë, se ishke tash me kap me... Që mos mu do kështu. Një kut gjatë e kum majtë me atko. Qatë improvizim, teri dikur, kër kum fillu, realisht nuk është puna që kanë pas mundësi me ta ble familja, po kum pas dëshirë vetë, sa kër kanë pas mundësi me kanë marë, që thash. Vlau, si student bini ka qenë atko, edhe kum dash me sfidu vetën, gradualisht, me punë, me angazhime, njëtën kohë në shkollë, njëtën kohë kum punu, njëtën kohë kum fillu shumë herët me u bo pjesë e skenës edhe me muzicient, shumë atë vjetër edhe në mosh, po edhe ajo më kanë ndimu shumë, sepse kum mësu gjithë shka prej tyne, edhe po të regoj drejten, që në atë kohë për me performu, vedati edhe kjo e din ka kalu për mes asaj kohë, është dash që një për cilët një kongës, që se nuk e ke ditë, se klarinet e ka qenë lidi i parë, kështu që shtojnë, a beson që kogja kryte poshtë, se e di që tani kam pasu kritikat, ose ke pas nëj reagim nëj me gjeste që gabove e bonë, kështu që do me thonë... Pa ama na se kemi pas shpirtin fët. Jo, edhe për atë të thash që ka pasë e shumë, po deri ta folja veç që të sanë që prej improvizimit, instrumentit, dashnia që ta pasioni shumë i madhë, edhe kjo do më thonë, kogja sfidu këmë për marë deri edhe qëtë pikë, po sot e saj ditë në vazhdojmë prapë me pas të njëjtën, se ne kam beta jo përgjithsien që kemi daj punë. S'ka mja shpeshen në ka qelë sytë edhe në ka bu ma dashtun, edhe në aspektin njerëzor, për edhe në aspektin e punës e profesionit që e këna pas. Kështu se tash, do më thonë, ka po flasim, po menojmë, po në binë edhe mua dhe leës dhe mendime, kështu. Jo, ama vesh nuk bo, një vesh të ona profesionit tonë, po shumë sen edhe punëve tjera që nuk bo në bashkë direkt. Vedat, në i sakrificë shtu që të kujtohet diçka? Sakrificë personale, definitivisht po. Shumë udhtime, shumë net pa gjumë, shumë prova. Se njerës, qëto gabimi, njerës të shohin veç performancën tone, bile shpesh edhe qëto e mosin. Që ka 2 orë, 3 ke bu muzikë, që ka shpare. Po ti nuk është qashtë jeshtë që veç që dalje pikë që atë. Na kemi vitet tona, ushtrime, orë tona. Që kjo është sakrifica. Po, e tha Fatoni, une në 92-ën, babi, kër ma ka ble harmonikën e parë, ka qenë vendim, është zdi qysh me spjegu sot, dhe me thonë, për shambull i ka thoni shoke veti, ke mujtë mi ble 2 friza me ato pare, po babi ka qenë shumë vizionarë dhe falenderoj shumë, jo që i kemi pas punë, tha Fatoni, ka qenë kushtet e vështira, vitet e 90-ta. Ka sakrifiku gjithë s'ka nështë ta parët e fundit i ka mbledhe dhe ma ka ble instrumentet dhe falenderoj shumë, pëse që aty ka qenë që ajo piknisja që unë jam sot edhe një sen, mësara, nëse dikush sakrifikan, shpesh e flasim me Fatonin, edhe sigurisht e ka menu, po veç dip se tha, gratë tona sakrifikon shumë. Aty të gratë të familja, ku me dalë edhe pak, po nëse nalë me i patë shmimet e një këngëtarit që këndon live, dhe një këngëtarit që këndon playback, dhjën shmimet që dalojnë dita me natër. Ajo duket në regu. Edhe të kjo pjesë, unë e ko pas rastin, për shumë, dhe jashtë Kosovës, në venet në për Evropë që ku pas mbramje të ndryshme, edhe me rastis me pas mbramje me edhe të playback, edhe kështu që nuk e kum
Nuk i këmë thonë vetës, a thu pse me pas këtë farë dalimi shumë të madhë të çmimi, më pas se muzika live kur nuk është me sezona, realisht. Është sezoni, për shumë dhe veror që ka dasma, po realisht ato në vitin nuk të lenë kur që ose e re mbrapa punës, se kom fjallën. Dhe kur nuk jë më uste, po se mi thonë vetës, më dëshpru, pse na e kemi që të kategorizim, mu s'u ka bo shumë për shtypja asë njëherë. Edhe pse ka ndodhë me një nate, u zhdash me dalë 2 herë në skenë, dhe personi ose këngëtarja që ka qenë me mu, ka dalë veç në 30 minuta dhe playback, dhe presionin nëse këtë që e ka bo gjatë këtë asaj mbramje, me shumë njerës që vinë aty backstage, unë shkoj zakonisht vetëm që ose me vedatën, veç me vedatën. Bile më nimon mi mojtë. Po, që se djenë dikush, i thënë po, ta bëj vendin, me thonë, apo ndryshë me mu, mrapa, me nejtë aty, nuk kom qefës. Edhe u bëjke shumë aja, Allah ka ma kërë kështu 30 minuta, 20 minuta program. Apo del edhe njerës se kemi alo njerës, ta mu puna, se na për qëtë punë jemi artë. Dhe me thonë, nuk më ka bo për shtypje ka farë pune, ndërsa ka pas e pej tyne, unë i kam edhe kolegë, kam që i respektoj, ko pandemije, normalisht tash nuk ishë mundësi, ishke një farë momentumi që lejun pak, edhe shpesh më kanë shkru që s'ponalin edhe në qëtë koha, pëtin. E deshta me lidhë që live të herë është aktiv, tash sakrifica është ma madhe, normalisht. Unë e playback nuk di me kru. Ja, kur unë për vetë. Low profile. Me bo filma pak që... Hiq këtë se ki. Nëse nalësh me po, me bo pak filma, po bo është pak ma interesant, bo është pak ma qyre kërë. Po ja që na kemi njësë në atë kohën, alo... Kur s'ka pas film. Televizorat me gërbë, që në Me të ntenë. Okej. A jeni kështu gjeloza? Jo, absolutisht jo. S'pëdi në qfarë kontekst. Kështu në përgjithësi, të dashnis po flasë. Ati qysh, Ajni... ja kemi fillu shumë herët me si kemi gratë tona, edhe shuqër zotit, Më erët s'kemi... e thatë që do të mi fajmëderu, se me që të pas parasysh jeni, po thuaj se çdo natë të njëjta rutinë dhe njëjta zhdukje prej shtëpisë, po e them kështu. Kështu që po, e vërtet është që do të me pas një raport të mirë. A i keni familjarët ose bashortët në këtë rast që insistojnë puno ma shumë, njep ma shumë, apo ka dhe rast ju thonë, alu e pusho pak se... Qëre, ajo në dyjat. Bashortja punon që ka... Prej kër i kam mbaru studimet, do më vetë punon dhe ka qenë gjithmonë aktive me punën e profesionit vetë, edhe duke pas parasysh që profesioni jonë gjithmonë edhe largë venit, largë shpis, dhe asnjerë s'ka qenë gjykimi pse me u a punale shpaka, bedin, normalisht se na kena profesion dhe i duhemi njëri tjetrit për çfarë do arsye, po kështu që ka qenë shtetje shumë e fortë gjatë rrugtimit tem, edhe mirënjohje dhe falenderus gjithmonë gjatë gjithë jetës. Për këtë ato që ka bënë ndaj meje. Vedat? Unë përveç muzikës e kam edhe një profesion, jam ekonomist me profesion edhe kam një marrëdhënie pune që punoj ditën, edhe ka raste kur e teproj me mungesa. Me mungesa edhe ka raste që jo për shkak të saj, po për shkak që i dhim na thot, ule pak tempon. Për ndryshe, për koincidencë, emnat i kanë të njëjtë, gratë tona. Okej. Dona, i përshëndesim. Përshëndesim shumë. A jeni të përgatit në këngë para sezonit, në diçka? Po, jemi gati veç përfundim e si për me bashkë me Florionin dhe Atalanta Bandin, një këngë e re, nga studio Duo Bass Records, nga ndritje dhe pimi, kështu që është një këngë kogja e mirë para sezonit veror, është ritmike, është kogja e mirë. Besoj që kam u mirë prit kogja e mirë. Dalim bas sezonës, kam edhe vetë disa plane, kështu. Edhe vedate është të i përgadit një pjesë të disa këngëve
të përzgjedhuna, me thonë ose si mashup, po edhe ndoshta që i bëjmë edhe të ndame, janë të dalë kogja mirë, kështu që kemi me gjithë hapësirën kur me ingjizu. Kështu që po ja nisim lojave të ftohtë e nxehtit edhe mas pari me Vedatin. Vedat, për 5 sekonda dush me na kthy përgjigje 3 gjëra që të bëjnë nervoz mas shumtit të Fatoni. Vallaj, vështirë e kanë. Jo, kur gjë së më bën nervoz. Dënimin, kush humbet si unë të ushty. Mos harron. Okej. Shkojmë. Faton, 3 artistët që për ty janë artist mirë. Vendor, muzikë popullore, për mu dhe që jemi rritë, është Ramadan Krasniqi Dani, Sinan Vllazaliu, edhe po dalë pak në stil tjetër. Merë këtë se 5 sekunde e ke pas komu Ua, përgjith, po thash mës ndërpërejt lash kështu atë. Ja, da me thuj edhe pa. Okej, duri më konë ma të shpejt dur 5 sekonda, dënimin në fund pastaj do e zbuloj me Leon. Me kongë. Po. Okej, vazhdojmë. 3 këngëtarët Vedat që ke pas vështërsi me i përcjell. Jo për besë. Se pesë. S'ka pas të tillë. Edhe kërë këmë të këtë me abo Vedat. Sevre. Okej, Faton, 3 fjallë që të përshkrujnë ty mas mirë ti. I areshëm, i pranushëm për rrethin, për shoshnin, për njerëzit, dhe pozitiviteti nuk mungon asnjëherë. 7 minuta e gjysi ke Ani, që. Vedat, 3 fjallë më të shpeshta që ja këthu bashkëshortës. Hajde ma shpejt, të dua, edhe shumë e bukur je. 5 minuta 35 sekonda më duke. 5 minuta, 5 sekonda. 5 i patë këtu se i tha të 3 fjallët e mira. Unë shumë zgatë edhe pak. Faton, kush është një emër që kur të thret në telefon, ke ku ke i lajmërohesh? Gruja është para, kështu pa diskutim. Amo telefonin më nona me hap në stop. Në rregull, vazhdoj me lojën tjetër, sepse pavarësisht cili do të humbet. Mikrofoni është japa. Jo, keni me bus kleka. Ani, së problem. Me saba. 1, 2, amik. Po edhe dhe se ki. Po e lo mikrofonin këtu, e keni ose përgjigjes, ose e këndon një refren një këngës. Okej. Pyetjet janë të njëjta, kështu që i më shoni zilës qaj që dënë me u përgjigjë. Okej. Nëse jo, atëherë duhet zgjedhim kush me këndu. Cili është artisti në Republikën e Kosovës që është një mbi vlerësuar? Përgjigju ose kënda? Mbi vlerësuar. Ky Qani, emër? një strofë një kongës edhe ty të malën gjerë. Hajde. A më veç strofën e fundit. Po. Kongën që ja këm kushtu qytetit Gjilanit. Ti ka një duar tërkitje për krejt. Kusht pak zoj me të bukrin e mër, e të bekoj ty me dashni, loti syrit të Gjejlanës, pengu i ushtarit ri, sa do gjaton të jetoj, ku do në bot jeta më mqu, me asgjë Gjilan së të ndroj, dhe na mshim ka me të kujtu, me asgjë Gjilan së të ndroj, dhe na mshim ka me të kujtu. Ushtria. Një duar tërkitje për krejt, Gjilanin atje. Të varë që i ka bo shokëja, Arbresh Daliti, që se ka të dërëj që Edhe Arbresh një duar tërkitje, një përshëndetje. Vedat, kush është artisti që edhe nëse do të paguan të shumat mdhaja, vetëm me përcjell, po ai artist nuk është që ja ka berën me këndu live?
Unë e kam profilin e atij artisti, po jo emrin. Dikush që më bën mosmuni mirë, edhe është i padurueshëm. Po s'kisha me pse ik me emrin dikan. Pyetja e fundit për të dy. Tash këtu ose përgjigjnu ose këndoni. Në cilat raste ju të dy kishit mujt me i dhonë fund miqësisë? E unë e kam përgjigjen. Po? Veç nëse na i motiv familjar na sjell mu largu gjeografikisht. Kur qysh ndryshe. Po, edhe të njëjtën, të mendoj. Një duar të kitje se rrallë e pak të gjenë që në ta. Okej, realisht nuk ju këm gacmu edhe shumë. Ja. Shumë. Ju këm kohën Korrekt. Gilani. Po dhe. Mu pas kom veç ti vedat veç vetë. Kishim normale. flasën, kishim bo muhabet unë e ti ndryshe. Qajnë e kësha që tu për para. Derit. Së që e për vallaj. Unë nuk naqa shumë që ju pata sot në ftoftë të nëzetë, dhe urejt që më ju pas ma shpesh me qëtë energjinë e mirë dhe mbi gjitha profesionalizmin e ju, unë e nisa të thonë që ne atë matë mira kur i shohim dy emra bashkë Fatonin dhe Vedatin, kështu që edhe sot në ftoftë të nëzetë na keni sjell pak sa ëmbëlsi për atyne çka dini me bo ju, edhe pse më ju lonë gjatë në kohës vetë juve, për pësoj që edhe me që tani ishin knaqë mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën edhe ty të urojmë shëndet dhe punë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit.